Gjithkohës për gjëra ndryshme, por duket se ka vazhduar Parlemrimet kanë qenë dëgjom. Unë besoj që jemi në kushte që qeveria di shumë mirë se çfarë po bën. Pra paqja fiskale nuk është një projekt qoftë për të ardhur në ndihmë si përmarrës apo për të ardhur në ndihmë ekonomisë shqiptare. Pse nuk pat paqe për shembull për ato faturat e papaguara të energjisë elektrike apo për faturat e ujit, që u burgosën në mira qytetarë, madje kemi pasur dhe raste tragjedish kur kanë humbur jetën në burgje për shkak të vetvarreve. Pse nuk u përdor një paqe fiskale për ato qytetarët e thjeshtë që kishin shumë akrit minimale në raport me këtë shifrën që pritet përfitojnë këto të paqes fiskale. Pastaj është çështje tjetër. Ka një listë se kush janë përfituesit, pse mbahet e fshet kjo listë? Ka një arsye. Pse mos ta dinë shqiptarët? Kemi dhe Enër Qeno në linga për Tjetër Demokratike. Zoti Qeno, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në mënyrë të përmbledhur tani, çfarë do të thotë kjo? Çfarë shikoni ju këtu dhe çfarë do të ndodhë? Po ndodh pikërisht ajo që unë e kam thënë publikisht që gjatë periudhës fushatës të zgjedhjeve presidenciale të vitit kaluar. Është një nga premtimet e presidentit amerikan që të ndryshojë edhe perceptimin mbi gjeopolitikën globale, ku përfshihet edhe rajoni jonë dhe sigurisht edhe vendi ynë. Pra në shtator të këtij viti ka patur një iniciativë nga një grup kongresmenësh, të cilët kanë dorëzuar një ligj të ri që duhet kalonte dhe në sfundmi ka kaluar në dhomën e përfaqësuese. Do marrë dhe miratimin e Senatit gjithashtu, që do jetë i detyrueshëm, pra do jetë ligj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kjo do jetë diplomacia, forma e re diplomatike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë president, po besoj edhe me presidentin pasardhës. Dhe konkretisht çfarë pisim? Këtu po lexojmë nga kibernetika, te energjia, te kontratat publik-privat, të gjitha do të jenë në lup? Para 2 ditësh kam dhënë një intervistë tek televizioni juaj me Flavion, sot gjithashtu në një televizion tjetër këtu në Tiranë, unë kam përmendur një emër, pra deri më sot flitet për Ergys Agasin si koordinatori i krimit organizuar. Edi Rama ka një as tjetër, kishte një as në mend që quhet Ronnie Fett, është një izraelit me pasaportë amerikane, pas fundmi edhe shtetas shqiptar. Nuk e di nëse jeni dieni për këtë pjesë. Pra ky është koordinatori i investimeve të huaja. Çdo gjë ka kaluar nëpërmjet këtij personazhi. Edi Rama është njëri i afërt i këtij personazhi dhe ky personazh njëri i afërt i Edi Ramës dhe i qeverisë. Pra në këto 2-3 vitet e fundit Edi Rama ka marrë pjesë në dasmën e vajzës të këtij personazhi, ka marrë pjesë në funeraljen e babait të këtij personazhi në New York. Ka qenë në shtëpinë e tij në New York. Zonja Balluku ka qenë në shtëpinë e pushimeve në Greqi, në vilën e tij në Greqi të këtij personazhi, duhet të qenë para 2 vitesh, besoj, 2023 nëse s'gaboj. Gjatë takimeve që këta personazhe kanë patur me njëri tjetrin, pra Edi Rama me Ronnie Fettin, ka biseduar për afere biznesore, por nga krau tjetër edhe për çështje gjeopolitike dhe politike, të cilat bien ndesh me interesat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të rajonit këtu, po edhe disa shteteve të tjera që nuk mund t'i përmend këtu në këtë intervistë. Sigurisht janë krijuar shumë probleme, pra këta janë një grup, mund t'i quajmë sërish një organizatë kriminale, të cilët kanë gjobitur investitor të huaj, të cilët kanë investuar 10 miliona dollar në fusha në industri të ndryshme, nga fusha energjetikës, në fushën minerare,